që kam hyrë politikë. Shqiptarët çdo ditë t'i bëjmë më të barabartë, më me dignitet, më të lirë dhe sot në tokën e tyre. Dhe vazhdoj t'jem i kësaj linje. Do vazhdoj t'i them, si që kam thënë Gruevski, edhe t'i tjetri do i them, gabime këtu. Ne nuk lejojmë që të vish dhe të na përziesh në shtëpitë tona, në tokat tona. Ne nuk lejojmë që ti që bësh për ditë të drejtat tona dhe ne të heshtim. Mund të heshte i Zeti e Bilali, ama jo ne. Jo ne që jemi rreshtuar pas popullit. Mund të heshte me ndiju e ku ti unë kusht tjetër, ama jo ne. Do flasim zëshëm më 2 nëntor dhe do t'a bëjmë fitoren akoma më të madhe në 2 nëntor.